Çarkfinalja e Kupës së Shqipërisë në basketboll për meshkuj mes Vllaznisë dhe Teutës u mbyll me fitoren e Dursakëve 83-88, duke i dhënë atyre kualifikimin në gjysmëfinale. Ndeshja nuk nisi mirë për kuqeblut, të cilët ndryshe nga seria për 11 fitoresh rradhazi, këtë herë u shfaqën në ritmin e zakonshëm, edhe për shkak të mungesës së disa titullarëve. Perioda e parë u mbyll 19-29 për Teutën, ndërsa në pushim skuadra shkuan me rezultatin 41-51. Vllaznia reagoi në periudhën e 4 duke ngushtuar diferencën deri në 2 pikë dhe duke u rikthyer tek emocionet në parket. Megjithatë, një vendim i diskutueshëm i trupës gjykuese në minutat e fundit pas një kundërsulmi të kuqebluve solli tension dhe protesta nga stafi i Vllaznisë. Pat me një fillim të keq sot, sidomos periudhën e parë, dhe nuk arritme me hy në lojë siç duhet. Nihet shumë mungesa e lojtarit dëmtuar që kishim sot, numri 0 Thomas, cili është, si thosh, motori i skuadrës tonë, si në sulm ashtu edhe me grintën e tij në mbrojtje. Ishte një mungesë që u nis shumë sot për ne. Megjithatë, patme momente ku kishim mundësi me hyrë në lojë, disa momente nuk na buzëqeshë edhe fati, me thënë drejtën. Pas ndërprerjes disa minutëshe, loja vijoi dhe Teuta arriti të ruajë avantazhin deri në fund, duke siguruar kalimin në gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë.